nga vetimu gjykat se ke pi kafe me nipin tëm, nipi yt i cili dyshohet se merret me këto dhe me ato, vetë Dumani hedh valle me Anton Pangon, delinkuent, i denuar, e keni këtu vendimin, i denuar 6 vite burg, sepse në një apartament 5 katësh, pra këtu ku ka marrë zyren se ka 2 këtu janë, edhe zyra apartamenti balimit të ky i Andon Pangos, në këtë apartament 5 katësh, në këtë pallat 5 katësh, ky zotëri pretendon se Andon Pango që ndërtoi pallatin dhe që hodhi valle me te në Michigan apo New York, i dërgoj bodyguardin e tij të paguar nga shteti, s'dodh kur, për të nxjerrë një çift të moshuar nga apartamenti, të cilin Pango e kishte shitur 2 herë. Pra, shikoni si puna. Prokurori dërgon bodyguardin për të nxjerrë 2 të moshuar nga apartamenti që kishin paguar Andon Pangos. Por Andon Pango e kishte shitur për zyti. Cila ishte shpërblimi që mirte Dumani nga Andon Pango, atë duhet ta hetoj organet kompetente. Por vjen çështja më interesante, ose nga më interesante, që ju informova dhe rradhën tjetër, janë një deklaratë e famshme e bërë nga vjerri dhe vjerra prindërit e Dumanit. Në të këto janë akuzat përsëritura nga ana juaj, kemi çështje më të rëndësishme sot për shembull. Prit, një minutë, të lutem. Se kemi dhe disa pyetje që janë thelbësore për opinionin. Janë çdo pyetje përgjigjem, por vetëm një gjë, Klodiana. Siç e keni marrë vesh, unë këtu përgjigjem vetëm për çështjet lidhura, të lidhura me këtë ndërtesë. Çdo gjë tjetër t'jeni të bindur që nuk ka njeri më të hapur nga unë se unë ndaj pyetjeve dhe pranoj çdo lloj pyetje. Por ka një gjë që thot gjithçka në vendin e duhur. Dhe vendi i duhur për pyetje tjera është Selia e PD-s. Për spakun çdo pyetje. Pra, kanë deklaruar vjerri dhe vjerra në veting, se kjo është veting, kanë deklaruar se kanë përfunduar vilën në vitin 2003. Vila Kubanon Dumani është përfunduar në vitin 2003. Ka filluar në vitin 99. Ky mashtrim vetëm me një qëllim, që të mos mund të hamendësoj kush se Dumani ka futur paratë veta për ndërtimin e vilës. Kjo është arsyeja pse kanë gënjur. Po cila është e vërteta? E vërteta është se jo në vitin 2003, që thot ka përfunduar vila, por dokumentat shtetërore zyrtare faktojnë se në vitin 2004 ai trull ku është ndërtuar vila Dumani, ai trull ka qenë ar. Sipas familjes Tullhaj, sipas kryetarit të lagjes, sipas dokumentave të hipotekës, të gjitha këto kanë qenë, pra janë mashtrimet e tij. Çfarë shtyn të mashtroj, të fsheh larje parash që ky zotëri ka bërë dhe investimin që ka bërë në këtë vilë, i cili sipas tij janë dhuruar nga një çift britanik e tjerë me radhë. Ju e shifni
se çfarë figurash, çfarë personi ka patur në dorë prokurorinë speciale, ndaj dhe ky mbetet vetëm një armik i egër i pluralizmit. Zoti Berisha, prej 2 ditësh ka protesta në lidhje me një projekt në Zvërnec, pas të cilit është këndri presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Ju personalisht dhe forca që ju drejtoni nuk ka bërë një reagim publik deri më tani. Cili është qëndrimi i Sali Berishës dhe i Partisë Demokratike sa i përket projektit të Zvërnecit? E para dhe e dyta, prokuroria e posaçme ka urdhëruar ditën e sotme një sër kontrollesh mbi personazhe që kanë të bëjnë me një histori të tjetërsimit të pronave të dyshuara në Zvërnec. A keni ju një qëndrim po në lidhje me këtë çështje? Klodiana, së pari, në qoftë se fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit, e denoj atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e denoj atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. 1. Së dyti, nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Së treti, me qenë se e doni këtu, Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Dhe kjo parti në pushtet, ja këtë tani